Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë mi, sot është data 13, muaji është i dytë, viti 2026, vit që po e lëm pas. Në skenën politik bërës, në Maqeninë e Veriut, gjërat diktohen nga bloku politik maqenas në pushtet VMRO-DPM, qoftë për shqiptarët, qoftë për opozitën maqenase LSDM. Maqenia ka halë të shumta, probleme të shumta, vetëm që nuk kanë plasur në sipërfaqe. Pra, ndërsa, për të heshtër këtë dhe për të mbëluar këtë, bloku shqiptar në politikë bërje, tash për momentin Pozita, Vleni, merret me argëtimin e popullatës dhe votuesit e tyre me atë se pse Bilal Kasami e shpërndau Kryesinë Qendrore. Atë kam thënë për shkak të Fatmir Limanit, atë kam thënë, e thash, e disha e kështu me radhë. Dhe bie në prapavi, pra në lajm të dytë, shkelja gjitha të drejtave të shqiptarëve. Pra Vleni është duke përdorur si klur për të hedhur syve shqiptarëve nga VMRO-DPM-ja. Pra këtë janë të planifikuara në çdo stadium të politikë bërjes, ku kanë shqiptarët hallet se kush është në Kryesinë Qendrore të Vlenit apo kush do jetë kryetari i Vlenit e kështu me radhë. Shqiptarët kanë galin e bukës, galin e harxhimeve të cilat po u rriten për çdo ditë, galin e rrymës, galin e papunësisë e kështu me radhë. Flasim për të drejtat nacionale shqiptare në Maqeni. Dhe, për arsye se gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet, njëri i cili është, unë i kam da në dy, thash njëri, por tash tërhiqem, i kam da në dy. Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti janë dora e djathtë e Mickovskit. E u thot bëni kështu, ato bëjnë ashtu. Ka dalër sot të dytë, vërtet edhe dje, por Bilali sot ka dalë nëpërmes humori, thotë është nënkryetari i komunës, ai është ende këshilltar. Nuk mund të jetë edhe nënkryetari dhe këshilltar, sepse statusi i nënkryetarit nuk është i përcaktuar me statusin e komunës së Taurit. Okej. E hipin djalin me nallën plep, e hipin. Dhe ka dalë sot Albi Qamili në portalin e tij, Televizion dhe thot, këshilltari, ishte mi, ai më mirë mos u them asgjë, sepse vërtet, jo po haj, dhe vazhdoj. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami ka mbledhur Kuvendin Qendror të partisë, ku mor vendim radikal për shkarkimin e gjithë kryesisë së subjektit. Kjo qëllim vjen në një moment keq për partinë, kur burimet brenda strukturave konfirmojnë se pjesë e kryesisë është edhe shkarkimi i Fatmir Liman nga posti i kryetarit të partisë. Pa vetëm një mënyrë që Fatmir Limani të shkarkohet pa potere dhe në prapashpinë të Mickovskit ishte kjo. Pra, ishte kjo. Pasi Mickovski i dha bekimin Fatmir Limanit, nuk arriti të largoj Bilalin mbrëm shumë personalisht, por u munduar nëpërmes strukturave të partisë dhe pra nuk mund të përballë drejt për drejt me një shkarkim individual. U mor një vendim më i gjerë. U shkarkua gjithë kryesia qendrore e Lëvizjes Besa. Nuk është kjo sefte taze. Muaj më parë edhe Arben Taravari shkarkoi komplet kryesinë. Çfarë duhet? Është përflitet se mund të jenë pjesë të qeverisë. Çka duhet? Çka duhet Bilal Kasami pjesë tjetër e qeverisë të cilët kanë vuajtur ofendime e kështu me radhë për shumë shka dhe tash normal. Ajde Adnan Azizi, pishi. Kot, Mesutin, Hisenin, Hasanin, abe se ato tjerët kanë qenë usasma, qashke. Pra, kjo është një lojë vërtet me antarët, do pagujnë në vota. Bajni men, do pagujnë në vota. Dhe, Fatmir Limani, përveç që rregullohet dhe pispilloset, dhe mba një shkop si atë pleq të mençur, asgjë tjetër nuk tregoj. Ne nuk pam se gjatë mandatit të tij në Maqeninë Perëndimore solli ndonjë investim. Nuk pa. Nuk është okej, për ne vazhdojmë më tej. Pra, atë që do në të bëj
Vëmëroja e bën nëpërmes dy njerëzve, Bilal Kasamit dhe njerëzit më të besueshëm ka Bilal Kasamin dhe Izet Megjidin. Izet Megjidi baba. Do dalëm pak në prapë safisitin. Jo të ato se u dënuan ka që dënuan aq, më vjen keq për gjithë ata që dënuan, por nga një anë edhe më vjen mirë, sepse njerëz jemi, dhe dikush tjetër ka shpirt. Dhe ju shkoni e shkelni. Unë di rast në Tetov që ende njeriu është i lirshëm, a ka shkelur njeri. Di rast. E di prokuroria, e nuk ndërmasa. Bile, a mos është bërë dhe bashkëpunëtori i prokurorisë tash, që të shpëtoj. Ndërmarrja rrugët e Maqedonisë, vetëm në gjuhën maqedonase. Vendosi sinjalizimin për Safi City në hyrje të qytetit. Dhe HR nëpër autostradat në Maqedoni, lere që nuk vendosi mbishkrimin në gjuhën shqipe në Safi City, që është obliguar me ligj, por nuk respektoi as mbishkrimin në gjuhën angleze, që është obliguar me konventet ndërkombëtare. Pra për shkak të gjuhës shqipe do të vuaj turistët dënimet që të mos krijojë pra fesat publik. Pse u shënuan në gjuhën angleze jo dhe në gjuhën shqipe? Dhe Iran shkurtë shqip këta rrugët të Maqedonisë. Nuk ka shqip. Pra, çështja që po ngrit lidhet me përdorimin e gjuhëve në sinjalistikën rrugore në Maqedoninë e Veriut, sidomos në kuadër të projektit Safi City, ja se si qëndron korniza ligjore në mënyrë të përgjithshme. Pra, për gjuhën angleze dhe konventave ndërkombëtare, përdorimi i anglisht në autostrada dhe në sinjalistikë që lidhet me sigurinë rrugore, zakonisht bazohet në standarde evropiane të sinjalistikës dhe praktika ndërkombëtare për qarkullim ndërkombëtar, turizëm, transport ndërkombëtar kështu. Megjithatë, vërtet është se nuk ka një detyrim gjithmonë absolut, që çdo mbishkrim të jetë në anglisht, që varet nga lloji sinjalit dhe rregullore specifike. Nëse një ndërmarrje publike ka vendosur vetëm maqedonishtën dhe ka përjashtuar shqipen, aty kur ligji kërkon përdorim të saj, atëherë çështja mund të ankimohet në inspektoratin për përdorimin e gjuhëve, paraqitet pranë avokatit të pollit ose të ngrihet si çështje administrative ligjore. Dini gjë ju për të? Jo, as unë nuk di. As BDI-ja nuk ngritet kësaj procedure. Vetëm procedurë të tash për Safi City që dihet e kanë ngritur Zedin Sela pranë gjykatës kushtetuese. Ato ende nuk vendosin ta nxjerrin as në votim. Pra në Maqedoninë e Veriut, ligji që rregullon përdorimin e gjuhëve në institucione publike dhe shërbimet për qytetarë është ligji për përdorimin e gjuhëve i mirator në vitin 2019. Pra, janë neni 1, neni 7, neni 16 e kështu me radhë. Pra. Janë të kritë të driblime dhe mos njohje situatës nga vleni. Shtemi, jemi në Tetov. Shqyqyrë që nuk ka hasur punat keni me institucionet dhe ndodhë në një gabim. Ju i thoni, falni, nuk punoj, unë nuk i shkruajta, unë ju i keni shkruajta. Jo, këtu është, të zëmë. Për një gerë, hiqim të zezat u lirit. Unë vjen shumë keq për një zonë që sot filloi të shkolloj një lajm. Pra, në SBB Tetov, 3 punonjës të qendrës për punë sociale kanë denoncuar se dyshojnë për vepër penale të kryer falsifikimin e dokumentit, sipas denoncimit me 21 e 1/2026 në qendër, ka arritur një njoftim nga drejtoria për udhëheqjen e librave am se më 08 dhjetor 2025 në Spitalin Klinik në Tetov, një 27 vjeçare ka lindur një fëmijë femër, ndërsa gjatë procedurës për regjistrimin e fëmijës së lindur në evidencën e drejtorisë, nëna figuronte si e vdekur në 21 tetor 2006. Shumë interesant. Më vjen shumë keq për këtë zonë. Tek të lashet fillojnë, jo për zonjë, për ata të punësorit, sepse atje ka në shkrimin dikush e ka vu që e ka regjistruar. Nuk është sefte. Por çfarë do të bëhet me ato mbi kur ishte PPD dhe viteve 1990 deri me PDSH 2001, mbi 150.000 shqiptarë me qenin perëndimore nuk kishin dokumentacione të rregullta. O nga Kosova, o martesa, o kështu me radhë. Çfarë do bëhet? Nëse numri pas ka ra, atëherë sa ka ra? BDI për 20 vite, nuk e ka kalu numrin, më them 1000, nuk e kalu. Mos them. BDI kur mos ardh më në pushtet. Interesant. Dhe pse të vi? Pra të vi me Musa Xhaferi. Dhe, miqtë mi, është folur mjaft, dhe vërtet është rënqese se kam disa familjarë pak më të largët, jo të afërt në spitalin modular, që ndodhi në 2021 në Tetov, ku u dogjen për së gjallë 14 pacientë për COVID. Dhe, interesant, unë mendoj dhe jam i mendimit, mendimi, Artan Grupi duhet përgjigjet, sepse
nuk lejoj që të përgjigjet në atë drejtim të parë për opinion, drejtorin e medicinal të spitalit të qytetit të Tetavës. Ja mori fjalën. Dhe ai ka hyrë në veprim me pjesën tjetër të qeverisë, sepse nuk e la që të flet njeriu. Të thotë të vërtetën. Tash është vonë sepse dy njerëzit më pak përgjegjës po dënohen me 3 vite gjysmë burg, ndërsa ata të cilët e kanë lejuar një ndërtim të tillë shëtisin dhe bën lidera politik. Pra, përgjithësia është edhe e shqiptarëve një pjesë, por është edhe e qeverisë së kohës. Ta ndjejmë se çfarë thot sot ВМРО ДПМН lidhur me këtë situatë. Прагата обвинителката Кадрио вели дека во своји разговори со останати лица, градбата на модуларната болница била направена од панели рециклирани со курбена, кои тогаш не чинеле повеќе од 5 до 6 евра. Додека пак оние подобрите и поквалитетните, како например панели со камена волна кои не горат и до 40 минути, чинеле околу 17 евра. Во превод, според Кадрио, овие модуларни болници кои Филипчев изгради, чинеле околу 300.000 евра сите заедно, а биле обезбедени за оваа намена 30 милиони евра. Каде заминале овие пари, во чиј джеб завршиле, никој нема одговор. Okej, 30 milion euro për 300.000 që kushtojnë spitalet modulare që vendosën asë kohë, është vërtet shumë e madhe. Ju jeni në pushtet ВМРО ДПМН. Ju e keni prokurorin tash në kontroll. Ju e keni policinë në kontroll. Ju keni policinë financiare në kontroll. Ju keni të gjitha në kontroll. Të gjitha. Zevi para disa ditëve tha do jap në gjyq Mickovskin e ВМРО ДПМN për këto gjëra. Dhe ja po bëhet 10 ditë s'ka asnjë informatë, e ka dhënë në gjyq. Njësoj si Bilal Kasami kur thoshte të tarifi. Ne nuk e pam të tarifin në përgjigje. Nuk është okay, por ne vazhdojmë më tej. Dhe ajo që më ka vasuar sot në mbrëmje është ka dalë kryetari i komunës së Shkupit Gjorgjevski dhe thot me parat e komunës së Shkupit do e zgjerojmë Çerçankën, rrugën ka Çerçankën dhe do bëjmë 4 krosidi andej dikëndej. Okej. Nuk është okej sepse vërtet intereson. Ato njerëz duhet të paguajnë. Jo të paguajnë me çmim 10 euro, siç thot ky ВМРО DPMN kur e kanë ndërtuar materialet ndërtimore në spitalin modular, tash të paguajnë atyre çmime simbolike qytetarëve, sepse pjesa më e madhe atyre janë shqiptarë. Hajde tash 20 me qiti, trego. Hajde, mbroj njerëzit, mbroj qytetarët. Çfarë nuk ka? Shqyr që përrotullohet. A 20 me qiti, ja vetëm kështu deklarata ditë jap, asgjë tjetër nuk di. Çështja e limonit është brenda problem, domethënë është brenda pesës dhe besoj që pesa ka kapacitet së pashku pra të kalojnë dhe të ecim bashkë. Po pra, ja, me këso muhabet e merren, në vend që të merren me ato se si të shkojnë punët përpara qytetarëve, a do hyjë këy në kryesinë qendrore, a do hyjë se këy në kryesinë qendrore. Miqtë mi, nuk dua të lëvdroj veten. Kam qenë gati në gjitha proceset. Dhe asnjëherë s'kam kërkuar kur gjë. Fatmiri nuk ka qenë në asnjë proces. Kur ka qenë lufta e Divinishës nuk ka qenë në Maqedoni. Interesant. Respekt për babain e tij. Respekt. Okej, s'flasim për Bilalin që ishte këtu dhe nuk e pa askund. S'flas për 20 me qitin që ishte këtu dhe nuk ishte kërkund. Okej, ka qenë profesor në një shkollë të mesme në Shkup. Ka pasur gajlen mos ia zën për të madhe se ka dalë në ndonjë fotografi. Dhe jemi gati në muajin e Ramazanit. Ramazani fillon me 19 shkurt. Tash ka një ndryshim, kështu thon nga BFI-ja. Falje e Taravis 2 orë pas iftarit në Shkup dhe Tetov. Interesant. Thoshin kështu, disa rregulla nuk mund të ndryshojnë sepse nuk ndryshon as Kurani. Okej. Ka një lajm mjaft interesant sot e dëgjova nga hoxha i xhamisë Arabati Babateqe, zotni Zena, i cili tha, me datën 09/02, pra që i bie para një 4 ditë 5 ditë. Arabati Babateqi është kthyer BFI-s komplet. Tha me vendim gjyqësor. E tash të shohim. Dhe ai përmendi Tërthorazi, por edhe unë do e përmendim. Hajde Muftini, hajde BFI, hajde, tikën ja ku e keni, në Maqedoni e keni. Hajde.
Okej, shohim se si të zhvillohen gjërat tash. Interesant. Po, interesant. Nuk është interesant, por ka edhe diçka tjetër. Po vjen pas Ramazanit, kuptohet do vijë edhe Bajrami dhe unë vjen shumë keq, varrezat e Tetov, pjesa e sipërme, varrezat e reja. Jo ana e djathtë afër më njëherë ndër teleferikun, prapë edhe disi është më e rregulluar. Pjesa tjetër, vaj. Pllakatat të thyera, pllakatat të larguara, ka humbur dheu për shkak të shirave të ndryshme. Po nuk janë qytetarët fajtorë, nuk janë ata dy punëtorët. Fajtorë është myshteria në Tetov që ka drejtoritë. Çfarë bëjnë atë drejtorët? Asnjëri nuk është në zyrë për del nga një punë. A din atje të vrapojnë të bëjnë parkingun në Ishvarezat? Interesant. Unë e kam thënë dhe për përsëris, nëse feja muslimane në ka ruajtur gjatë komunizmit, të ruajmë shqiptarizmin, tash feja muslimane po lufton që ta humbim shqiptarizmin edhe fenë. Me veprimet e tyre. Edhe njerë, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani. Bëni një subscribe.